Ju falenderojmë shumë që pranuat ftesën tonë për të marrë pjesë në këtë tryezë debati të hapur. Dihem gjithashtu i nderuar edhe për praninë e shumë kolegëve që kanë shërbyer apo shërbejnë brenda sistemit drejtësisë, si gjyqtar, prokuror, avokat, mësimdhënës apo veprimtar shkencor. Një falënderim të veçantë dëshiroj të shpreh edhe përfaqësuesit e trupit diplomatik dhe drejtuesve e përfaqësuesve të misioneve të asistencës ndërkombëtare të pranishëm në këtë tryezë. Angazhimi dhe kontributi financiar dhe teknik i të cilëve ka qenë dhe mbetet thelbësor për fatin e reformave integruese të vendit dhe veçanërisht atyre të sistemit të drejtësisë. Ftesa jonë për këtë tryezë ishte e gjerë, edhe për qeverinë, edhe për mazhorancën, si një mundësi tjetër për t'i anashkaluar politikës konfrontuese e për t'i dhënë rrugë frymës së dialogu dhe konsensusit parlamentar rreth reformave në drejtësi, të cilat kërkojnë domosdoshmërisht kontributin e të gjithëve. Ndihemi të keqardhur për mungesën e tyre në këtë tryezë. Le të shpresojmë se edhe kjo ftesë, kolegësh, kjo tryezë debati profesional, të shërbejë si një shans tjetër reflektimi për një frymë të re në politikë dhe në jetën parlamentare, për një qëndrim reflektues ndaj domosdoshmërisë së reformave për sistemin e drejtësisë, pa të cilin nuk mund të ketë demokraci funksionale dhe shtet të së drejtës. Falenderoj me këtë rast dhe kolegët e mi të politikës, të pranishëm në këtë takim, të Partisë Socialiste dhe partive të tjera parlamentare, të cilët besoj se këtë tryezë do ta konsiderojnë si një mundësi të mirë për të pasur përgjigje ndaj pyetjeve të tyre, por dhe si një mundësi për të ngritur pyetje, të cilat do të mund të marrin përgjigje nga disa prej juristëve më të shquar të vendit në këtë debat të hapur. Kjo tryezë është shprehje qartë e vullnetit të forcës politike që ne përfaqësojmë për të ofruar gjithë kontributin e saj ndaj sfidës që ka sistemi i drejtësisë, për të qenë ndryshe nga sa është deri më sot, me qëllim që edhe ky funksion thelbësor i shoqërisë të jetë pjesë e natyrshme e një shoqërie që synon të bëhet tërësisht europiane. Të nderuar miq, përgjatë 2 viteve radhazi, një lajm jo i mirë i erdhi Shqipërisë nga Brukseli. Refuzimi i ftesës për marrjen e statusit të vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Ky është dështimi të gjithëve, ku askush nuk mund të konsiderohet politikisht i fituar nga humbja e një shansi të tillë. Në këtë tryezë duam të flasim për ide që mbështeten nga fakti, se përgjegjësia për këtë situatë është konkrete. Në këtë drejtim kërkohet i bëhet apel nevojës për një gjykim të urtë, që së paku grupi ynë parlamentar e nis si një reflektim nga vetvetja. Ne kemi hedhur hapin ton, kemi bërë një reflektim të parë për mënyrën se si e gjykojmë se çfarë ka ndodhur, jo duke parë, jo duke anatemuar dhe as duke qartë çfarë iku, por duke gjykuar për atë që do të vi, si do të vi, si duhet ta sjellim dhe si duhet të sillemi. Grupi parlamentar socialist ka propozuar në kuvend një pakt për Shqipërinë si gjithë Europë. Qëllimi është i njëjtë dhe i pandryshueshëm. Hapja e rrugës për një proces të përbashkët parlamentar, institucional, tërësisht në funksion të reformave. Sistemi i drejtësisë përfshin disa prioriteteve thelbësore të rekomandimeve të opinionit dhe progres raportit të Bashkimit Evropian. Përmbushja e tyre është një kusht i rëndësishëm për procesin integrues të vendit. Dhe kjo, jo thjesht dhe vetëm si lëvizje në vetvete, por si shprehje e rëndësisë së posaçme të këtij sistemi për fatin e gjithë shoqërisë shqiptare, të demokracisë dhe shtetit të së drejtës. Parë në këtë këndvështrim, kjo është një sfidë para së gjithash kryesisht për qeverinë, ligjvënësit, mazhorancën, por dhe propozitën në mënyrë se si do të sillen me problemet e rënda që ka sistemi. Probleme këto të dhëna qartazi dhe me një diagnozë dëshpëruese në gjetjet e raport progresit të Bashkimit Evropian. Në këtë tryezë, ju keni sot në dispozicion një dokument të përgatitur mbi këndvështrimin ton lidhur me këtë problem madhor. Është një dokument i mbështetur në rekomandimet kushtëzuese dhe orientuese të opinionit dhe të raport progresit. Ju lutemi, konsideroni këtë si një material pune. Do të vlerësonim të gjitha idetë tuaja. Nëse ju konsideroni se kjo është rruga që duhet ndjekur. Nëse ka çështje të tjera që kërkojnë vëmendje, apo nëse kjo është qasja e drejtë dhe a janë këto masat që do të shërbenin një plan veprimi në shërbim të kthesës së kërkuar me kahje nga Brukseli.
Sot ka dhe një problem tjetër të hapur për diskutim. Çështja e miratimit të ligjeve që kërkojnë shumicë të cilësuar. Thënë ndryshe, të ligjeve që kërkojnë për miratim edhe votat e opozitës. Disa prej tyre janë depozituar në kuvend dhe presin për miratim. Ne kemi konfirmuar qartas se jemi dakord të japim votën tonë, por ky është një proces shumë i gjerë dhe më i thellë se sa ngritja e një kartoni në sap. Në dokumentin e dytë që keni në dispozicion është shprehur qëndrimi ynë politik dhe ligjor, së bashku me argumentat që ne kemi. Edhe këtu jemi tërësisht të hapur për të diskutuar dhe debatuar, nëse kjo është rruga e dur për të ndjekur, nëse ky është qëndrimi i dur, nëse argumentat që ne japim kanë mbështetjen tuaj dhe cilat mund të jetë qasja që ju propozoni lidhur me trajtimin e këtyre iniciativave ligjore. Edhe në këtë pikë jeni të lutur të ofroni mendimet dhe idetë tuaja, të cilat ju garantoj do të jenë një bazë e fortë për reflektim, sepse në vullnetin ton politik është e shenjuar se drejtësia nuk është pronë dhe domen i politikës, por përkundrazi, ajo është përgjegjësia kryesore për situatën ku ndodhemi. Duke u nisur nga kjo bazë, tryeza jonë sot synon të sjellë mesazhin e rëndësishëm se kontributi i gjithkujt është i nevojshëm, i pranueshëm dhe i lavdërueshëm. Qoftë ndryrjet në sistem, ashtu edhe miratimi i ligjeve në funksion të reformave të kërkuara për drejtësim, do të ishin pjesë e një procesi të shëndetshëm dhe të dobishëm vetëm nëse ai do të jetë transparent, gjithëpërfshirës për aktorët e sistemit dhe grupet e interesit dhe njëherësh edhe produkt i ekspertizës më të mirë vendase dhe ndërkombëtare. Në këtë kuptim, ju, të nderuar miq dhe kolegë, jeni këtu për hir të rëndësisë që ka tërheqja e kontributit tuaj për të gjithë këtë proces, një kontribut përcaktues për fatin e reformave të munguara në fushën e drejtësisë. Ne, antar të Komisionit të Ligjeve, deputet të grupit parlamentar socialist, jemi këtu për të qenë të vëmendshëm dhe mirëkuptues nda komenteve dhe sugjerimeve tuaja, për t'i mbajtur ato shënim dhe për t'i reflektuar me shumë përgjegjësi në qëndrime dhe iniciativa tona politike dhe ligjore. Jam i nderuar që në emër të kolegëve, të mi deputet, të hap të debat dhe të ftoj të merrni fjalë. Fjala është për ju. Faleminderit. Shoqata jonë ka dhënë kontributin e saj modest në reformat që janë ndërmarrë për mirë funksionimin e organit të drejtësisë në përgjithësi dhe të organit prokurisë në veçantë. Reforma në sistemin e drejtësisë është e gjerë, duhet përfshi shumë institucione, por unë sot do të sugjeroj disa përmirësime dhe rregullime ligjore që mendojmë se realizojnë përmbushjen më efektive të detyrimeve kushtetuese të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Ndryshimet do t'i ndahen në dy grupe. Ndryshimet që kanë të bëjnë me ligjin numër 8736 datë 12/2/2001 për organizimin dhe funksionimin e prokurisë në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar në ligjin numër 10051 datë 29/12/2008. Ndryshimi i parë. Buxheti i prokurisë të jetë i pavarur, i miratuar me ligj, bazuar në kërkesat e parashikuara dhe të argumentuara nga organi i prokurisë në çdo fillim viti. 2. Të mundësohet barazimi i pagave të prokurorëve dhe përrjedhoj dhe të gjyqtarëve me prokurorë dhe gjyqtarë të rajonit, Maqedoni, Malizi dhe Kosovë. Ju siguroj që pagat tona janë më ulët se këto kolegë që punojnë në vendet e rajonit. Sigurimi i mbrojtjes fizike të prokurorëve dhe familjarëve të tyre nga një trup policore e cila të jetë pjesë organike në strukturat e prokurisë përgjithshme. Rritja e numrit të përgjithshëm të oficerëve të policisë gjyqësore të seksioneve të prokurorisë. Rritja e numrit dhe kompetencave të Këshillit të Prokurorisë. Bashkimi i prokurorive të shkallës së parë dhe prokurorive të apelit në ambiente të përbashkëta me gjykatat respektive, në ato rrethe në të cilat kjo nuk është realizuar deri tani. Reduktimi i numrit të gjykatave të apelit dhe përrjedhoi prokurorive të apelit nga 6 janë aktualisht në 2 ose 3 në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.
Në lidhje me pikën e dytë, me qenë se dhe në material thuhet që mund të ketë ndryshime që prekin Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Për organin e prokurorisë do të sugjeroja në emër shoqatës që të bëhen këto ndryshime. Të ruhet pozicioni kushtetues i prokurorit përgjithshëm dhe mënyra e zgjedhjes së tij, por të barazohet mandati i tij me mandatin e anëtarëve të Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë 9 vjet pa të drejtë rizgjedhje. 2. Miratimi i dekretit Presidentit të Republikës për prokurorin e përgjithshëm të bëhet nga Parlamenti me votë cilësuar me 3/5. Kjo do të siguron dhe nga njëra anë marrjen e efektivitetit të punës nga prokurori i përgjithshëm për një periudhë 9 vjeçare dhe do të unifikonte më mirë organin e prokurorisë, që është një organ i centralizuar me trupin e prokurorëve, të cilët mënyra e zgjedhjes tyre është pa mandat. Prokurori i përgjithshëm të ketë zëvendës prokuror të përgjithshëm. Zgjedhja e tij të bëhet me propozim të prokurorit të përgjithshëm dhe me dekret Presidentit të Republikës midis 3 kandidaturave që do i shkojnë prokurorit të përgjithshëm, të zgjedhur me votim nga të gjithë prokurorët e Republikës së Shqipërisë. Është domosdoshme, të nderuar kolegë, që si organi centralizuar siç është prokuroria, e domosdoshme që ka kaluar çdo lloj arsye ligjore për të funksionuar ky organ, që prokuroria të jetë pas zëvendës prokuror të përgjithshëm dhe do ishte në të mirën e punës së këtij organi që kandidatura e zëvendës prokurorit të përgjithshëm për të balancuar edhe kandidaturën që vjen nga politika, pra që është prokurori i përgjithshëm, të jetë nga trupa prokurorëve me konkurrencë, por në fundit i gelit prokurorit të përgjithshëm, që një nga 3 kandidaturat të ja kërkojë presidentin për të dekretuar. Shoqata jonë do të vazhdojë të japë kontributin në çdo tryezë që do thirrët, nga çdo lloj faktori, siç e kemi dhënë tani, në të gjitha tryezat që kanë të bëjnë me reformën në sistemin e drejtësisë, të organeve kushtetuese dhe të prokurorisë në Republikën e Shqipërisë. Faleminderit. Mendoj që problemi që diskutohet sot është nga më, do të thoya, strategjikët për ecurinë e Shqipërisë në të ardhmen, sepse ai ka qenë i tillë deri tani dhe prandaj Shqipëria është në këtë gjendje që është. Zoti Xhafa tha që drejtësia nuk duhet të jetë domeni i politikës. Parimisht është ashtu, por realisht një nga gjymtimet më të mëdha të shtetit shqiptar është se drejtësia vazhdon të mbetet domeni i politikës. Dhe personalisht, çdo reformë, me tërmend reformë, e kuptoj vetëm si çlirim i drejtësisë nga diktatura e politikës. Ne vazhdojmë të vuajmë atavizmin komunist të sundimit të drejtësisë nga politika. Ka qenë një gabim i madh në fillimet e tranzicionit, edhe i miqve tanë ndërkombëtar, që në përpjekje për të zhbërë një diktaturë 40 vjeçare, u vëtheksi tek vota, u vëtheksi tek pluralizmi, por nuk u kushtua vëmendje primare për krijimin e atyre institucioneve që mundsojnë lirinë dhe jetëgjatësojnë lirinë. U kaluan slogane për demokracinë, pa kuptuar se, pa një drejtësi të pavarur, demokracia çon në demokraturë, siç edhe po ndodh në Shqipëri. Në pikpamjen time, Shqipëria po rrëshqet në demokraturë. Dhe problemi ka një shpëtim, përveç gjërave që ofron demokracia dhe rivaliteti politik, është pavarësia urgjente e drejtësisë. Por 20 vjet kaluara në tranzicion kanë krijuar plagë të mëdha, kanë krijuar probleme të cilat janë shumë të vështira që të zgjidhen. Mbaj mend në fillimet e tranzicionit diskutonim edhe me përfaqësues të misioneve ndërkombëtare dhe që atëherë ngrinim çështjen e pagesave të gjyqtarëve. Ngrinim problemin se si mund të jetë një drejtësi e pavarur dhe e pa korruptuar me pagesa mizerabël. Dhe na jepej shpejt e shpejt kjo përgjigje, që natyra e njeriut është lakmitare. Sa më shumë ti japësh, aq më shumë kërkon. Nuk e shikonin çështjen
ke rrogat, ke pagesat. Në një kuptim relativ ashtu është, por dhe me pagesa mjerane të gjyqtarëve, kjo punë nuk bëhet. Prandaj dhe ngrihet drejt çështja që u fol edhe tani dhe për prokurorët, që duhet të paktën një sim i shpërblimit material për punonjësit e drejtësisë, për prokurorët, për gjykatësit, në mënyrë që ata të mos ta hedhin shikimin nga rishfeti dhe nga korrupsioni. Dhe mjerisht, dua të them, në këtë drejtim, korrupsioni dhe rishfeti kanë krijuar probleme shumë të mëdha në radhë të drejtësisë. Mendoj që një problem tjetër që duhet parë është çështja e rregullimit kushtetutës. Me amendamentet kushtetuese që janë bërë në prill të 2008-s, unë i kam shprehur këto pikpamje, mendoj që në strukturën e kushtetutës është kalcifikuar një formulë autokratike. Një formulë autokratike që jep pushtet të jashtëzakonshëm kryeministrit, të cilin akoma nuk e kemi përjetuar, po do ta përjetojmë së shpejti në rast se e lejojmë, që të vërë dorë mbi sistemin e drejtësisë nëpërmjet një presidenti që do ta zgjedhë ai, si çdo ai me votat e tij. Dhe po ashtu, është kjo qeveri e cila do të largoj shumë shpejt një krye prokurore të cilën e ka anatemuar si armiket saj, duke akuzuar si fuqiste. Mendoj që është urgjente që në kushtetut të rishikohet problemi, që të mos jetë në dorën e një qeverie e cila të paktën brenda 2 mandateve, që kanë shumë mundësi të përsëriten, të mos ketë mundësi të akmerret ndaj një krye prokurori që ka mision kushtetues të hetoj mbi të gjitha korrupsionin e qeverisë, sepse qeveria është kryesore, generatori kryesor i korrupsionit dhe jo opozita. Mendoj që duhet shikohet edhe zgjedhja e presidentit të Republikës. Unë e them hapur, gjithë shka tjetër që flitet për reformën, pari shikimin edhe të kushtetutës që është deformuar në mënyrë autokratike, me përmbajtje autokratike, do t'jetë një hipokrizi. Dhe reforma nuk do të bëjë gjë tjetër, vetëse do të forcojë sundimin e politikës mbi drejtësinë. Faleminderit. Reforma duhet shtypur më tej në takime të mëvonshme. Reforma e gjerë në Shqipëri, vetëm për drejtësinë, po në përgjithësi për strukturën e vendit, politike dhe institucionale, natyrisht do të donte edhe ndoshta masa të tjera, edhe ndryshime kushtetuese. Por mendoj se në këtë turiezë nuk është fjala për çështje të tilla dhe mendoj që duhet fokusohemi në problemet më konkrete të drejtësisë dhe të ligjeve me shumicë të cilësuar. E thash që reforma për mua është e mirë, megjithatë do shfaq disa mendime. Kam një vrejtje në fillim. Thuhet që propozohet që Kuvendi i Shqipërisë të miratojë një pakt kombëtar për drejtësinë. Më duket se termi pakt kombëtar nuk është i përshtatshëm, sepse ne kemi një pakt kombëtar të aprovuar nga Kuvendi dhe të vullosur nga populli me referendum. Ky pakt kombëtar është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Prandaj do të ishte me vend që Kuvendi të miratonte thjesht një plan veprimi për ndryshimet që propozohen dhe natyrisht mund të plotësohen edhe me mendimet e maggjorancës. Mendoj se disa gjëra që këtu janë përcaktuar në mënyrë të përgjithshme duhen shtjelluar më shumë dhe natyrisht do bëhen publike disa parametra të reformës në mënyrë më konkrete. Më konkretisht, do thosha se mund të rishikohen disa dispozita që i përkasin ligjit të Këshillit Lart Drejtësisë, duke pasur parasysh edhe vërejtjet që ka bërë gjykata kushtetuese kur çuizoi ligjin e mëparshëm të miratuar nga maggjoranca, si dhe të merren parasysh propozime racionale të bëra nga vetë KLD-ja, por që nuk u morën fare parasysh në atë kohë nga maggjoranca. Për to nuk po zgjatem, sepse janë këto propozime që ka bërë KLD-ja, edhe mund të shikohet më konkretisht edhe vrejtje që ka bërë vetë vendimi i gjykatës kushtetuese. Kuptohet se në gjyqësorin përveç Këshillit Lart Drejtësisë, reforma duhet të përfshijë aspekte të rëndësishme të organizimit gjyqësor, ndoshta edhe pa qenë nevoja për ndryshime kushtetuese. Mendoj se nuk ka përse të preket
sistemi tanishëm i shkallëve të organizimit gjyqësor, në gjykatë fakti, apeli dhe gjykatë të lartë. Mund të eliminohej ndonjë gjykatë ekzistuese, qenë e së cilës nuk justifikohet nga vëllimi i punës. Por sigurisht, ndryshimi i strukturës së qeverisjes vendore, që përmendet si mundësi edhe në këtë platformë, nuk mund të mos prek edhe organizimin gjyqësor. Një masë që duhet marrë, mendoj, është eliminimi i inspektimit që Ministria e Drejtësisë ushtron mbi gjykatat. Është mjaftueshëm një inspektim, një lloj inspektimi, ai që ushtron mbi gjykatat Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Paralelizmat janë gjithmonë të negative, të dëmshme. Dhe për këtë ka pasur e përmend një opinion të qartë edhe nga Komisioni i Venecias, i cili shprehur kategorikisht kundër paralelizmit, duke preferuar që të mbetet në fuqi në veprim vetëm inspektimi i Ministrisë së Drejtësisë. Mund të shikohet më konkretisht se çfarë mund të bëhet për inkurajimin dhe mbështetjen e strukturave të prokurorisë dhe policisë gjyqësore, opsion që është përmendur në të mënyrë të përgjithshme në këtë platformë dhe që natyrisht ka vënë të përpunohet më tej. Mendoj se niveli i ulët që vret sot në mjaft gjykata e prokurori mund të ngrihet duke përmirësuar rrënjësisht edhe punën dhe kushtet materiale të arsimit të lartë juridik, duke filluar që nga i publik. Jemi të gjithë të pranishëm të dëshmitarë të faktit që është shtuar shumë numër studentëve në fakultetet publike, përveç fakultetet private sigurisht. Kjo në parim është një gjë e mirë, por sot numri i studentëve nuk justifikohet nga mundësitë që ofron vetë arsimi publik për sa përket shtëhimit, profesoratit e tjera. Prandaj mendoj se vëmendja që do tregohet nga Kuvendi dhe nga Qeverisja për drejtësinë duhet të shtrihet edhe një vëmendje të veçantë për arsimin e lartë juridik, që është burimi nga i cili mund të presim përmirësimin cilësor profesional. Por tani më nuk janë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës që karakterizohen nga një pushtet gjyqësor i mirëfillt, pra nga gjykatës të rrethuar nga garanci kushtetuese, pavarësi dhe gjendje në të cilën ata gjyqtar mund të marrin pjesë në mënyrë autonome në proceset e politikbërjes. Bëhen rreth 2 dekada që pothuajse demokracitë perëndimore si Francë, Spanja, Italia e të tjerë kanë qenë të pranishme në vërshimin e gjyqësorit në skenën politike me nisma që kanë ndikuar thellësisht mbi procesin politik, deri edhe në përbërjen e qeverisë apo ribërjen e qeverisë ku ata kanë marrë vendime. Dhe kanë tërhequr me këtë veprim vëmendjen e mbar opinionit publik. Gjyqësorizimi i politikës që ne duam të ofrojmë me reformën e propozuar është një dukuri në dukje, e rëndë, por e domosdoshme, të bëhet një aspekt i prershëm i sistemit tonë politik në funksion të funksionimit të demokracisë. Procesi i gjyqësorizimit që ne ofrojmë duhet kuptuar dhe pranuar si një aspekt i zhvillimit të sistemit politik në drejtim konsensual, pra drejt një rregullimi institucional të karakterizuar nga një pushtet politik i ndarë, i kufizuar, por dhe i shpërndar. Ne ofrojmë dhe kërkojmë zgjerim dhe forcim të pushtetit gjyqësor, duke tentuar ndryshimin e situatës aktuale, e përkufizuar si politizimi gjyqësorit që e sheh gjyqësorin të vendosur në një pozitë, në thelb varësie ndaj institucioneve përfaqësuese. As më pak dhe as më shumë, mjafton të kujtojmë emërimet dhe përzgjedhjet, si dhe bllokimet e freskëta totalisht politike për disa antarë të gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë. Procesi i gjyqësorizimit që ne ofrojmë, i pritur pozitivisht në tryezat e juristëve, ka një pengesë, të cilën duam ta eliminojmë me reformën që ofrojmë. Janë veçanërisht disa politikanë që e kanë pësuar nga gjyqësori apo organet që ndihmojnë atë. Mjafton këtu
të jap shembullin e një politikani të përkufizuar si pragmatist permanent pushteti, të cilit dje, kur nuk i pëlqente vendimi i gjyqësorit, kërkonte impeachment politik ndaj gjykatësve, ndërsa sot, kur akuzohet nga prokuroria për shpërdorim detyre dhe korrupsion, në dyert e gjyqësorit kërkon reforma në organin e ndjekjes penale dhe kufizim në imunitetin e gjykatësve që e gjykojnë. Zakonisht ekziston prirje në këto lloj politikanësh për të mohuar praninë e një pushteti real gjyqësor, duke riparashtruar konceptime të rolit të ngjashme me ato që i quajmë rëndom gjykatës ekzekutues dhe eroj të ligjit, pa asnjë përpjekje për të verifikuar përputhjen e vendimeve të këtyre gjyqtarëve me realitetin që ekziston. Procesi ynë i gjyqësorizimit të politikës besojmë se i jep zgjidhje dhe të ashtuquajturit kriminalizim të përgjegjësisë politike, duke u anështruar procedimeve penale njerëzit e qeverisë, jo vetëm për korrupsion dhe financime të paligjshme, por edhe për vendimet e marra prej tyre gjatë ushtrimit të funksioneve në kundërshtim të hapur dhe flagrant me kushtetutën dhe ligjin. Është padyshim e vërtet që gjyqësorizimi i politikës që duam të ofrojmë për vendin në dallim nga politizimi i gjyqësorit që përjetojmë paraqet rrjedhime pozitive. Një gjyqësor të fortë, të paktën në parim, me garanci kushtetuese dhe ligjore, garanci për ekzistencën e të tretit, të paanshëm në zgjidhjen e mosmarrveshjeve, garanci më të forta për gjyqtarët, për qytetarët në ballafaqimin e tyre me shtetin, një kanal të ri që duam ne në dobi dhe dispozicion të individëve dhe publikut drejtuar përmirësimit të sistemit politik. Në qoftë se problemet që ne ofrojmë, si një reformë reale në drejtësi, nuk do të gjejnë zgjidhje të paktën të pjesshme, ka të ngjarë që gjyqësori shqiptar, pavarësisht nga garancitë që gëzon sot, të përpiqet të kompensojë dobësinë e vet, duke dalë në kërkim të elementë dhe aleatëve në opinion publik ose me më shumë gjasa siç ka ndodhur në vend në klasën aktuale politike. Ky është fundi i shtetit së drejtës. Ndaj ne sot, në këtë tryezë dhe në të tjerat vazhduese, do të ofrojmë një strategji e cila është vetëm dhe vetëm kundër ortakëzimit midis elitave politike dhe elitave gjyqësore në dëm të publikes dhe privates në këtë vend. Në këtë fushë sigurisht e ndjej edhe nga diskutimet që ka pasur në realitet faktikisht edhe ndaj presionet që janë bërë ndaj opozitës në lidhje me miratimin e shumë ligjeve dhe sidomos atyre me shumicë të cilësuar, ndjej nevojshmit, ndjej edhe logjikën e profesorit që ne jo se kemi qenë për arsye politike kundër këtyre, por ne nuk mund të pranojmë që këto ligje të miratohen nga ne pa u diskutuar së bashku, jo vetëm në këto tryeza të përbashkëta, por edhe në parlament. Sidomos më ka shqetësuar idea e gjykatës administrative dhe ajo peshë që ne jemi përpjekur ta mbajmë gjatë kësaj kohe, por nëse ne do të diskutonim së bashku, ju mund të jepni shumë element pse nuk duhet të kalonte ai projekt, kurse unë thjesht për t'ju përgjigjur edhe partnerëve ndërkombëtar, po edhe pjesës tjetër e cila në akuzon siç është maxoranca, do të jepja dy arsye që lidhen me atë që quhet shpejtësi në gjykimin e këtyre çështjeve që janë shumë shqetësuese sidomos për biznesin. E para ajo që na ka shqetësuar ne dhe kemi thënë por ka qenë që po mirë, një gjykatë që do të gjykojë këto çështje që janë shumë të rëndësishme edhe për zhvillimin ekonomik të vendit. Pa kemi ne ambiente sot për të gjykuar dhe të filluar gjykatat e tjera. Ne kemi pasur kritika ndërkombëtare, po dhe vendore, që ne nuk kemi ambiente, gjyqet bëhen në ambiente të cilat u mbasin seriozitetin, profesionalitetin e gjykimit. Dhe ajo që na ka shqetësuar më shumë është ajo të cilës i qëndrojmë fort dhe duam do. Në qoftë se mendohet si do jetë një proces i drejtë dhe i shpejt, atëherë nuk e kuptojmë pse propozohet në këtë formë kjo hing administrative.
Do me thënë, ka gjykimi shkallë parë, ka gjykimi shkallë dytë, kurse shkalla e tretë është po ajo që është ekzistuese, është gjykata e lartë. Po pra, atë do kërkoj edhe unë. Është gjykata e lartë e cila në këtë rast ngelbosh dhe e kufizon këtë shpejtësi të gjykimit. Prandaj, sigurisht kjo tryezë është për të vjel këtë opinion dhe opinionet të tjera në lidhje me diskutimin. Faleminderit. Qënëse vetëm 30 sekonda. Mjedisi është shumë i oshës, tavolina është shumë frymëzuese, po unë do t'i lutesha deputetëve që t'u japim mundësi atyre që kemi ftuar për të dhënë ata mendimet e tyre, sepse ky është një oportunitet që ne të dëgjojmë dhe të mbajmë shënim çka na thonë të tjerët që janë të lidhur drejt për drejt ose indirekt me domosdoshmërinë e kësaj reforme shumë të madhe dhe shumë të rëndësishme. Dhe pastaj sigurisht vjen radha jonë për t'i sintetizuar dhe për t'i shprehur pikpamjet tona në instancat përkatëse. Fjalën e ka kërkuar zoti Dvorani. Faleminderit. Në programin ton, ashtu sikurse edhe vendosjet e bordit drejtues para disa ditëve, është tekstuar fakti që gjyqtarët dhe Unioni i Gjyqtarëve me vendosmëri dhe me seriozitet do të garantojë pjesëmarrjen e tij dhe kontributin e tij në të gjitha tryezat, pa asnjë paragjykim, ku vjen në diskutim çështje që lidhen me pushtetin gjyqësor dhe me sistemin e drejtësisë në tërësi. Sigurisht që ne nuk prodhojmë ligje, nuk është ky misioni jonë, por pa dyshim që ne jemi të interesuar dhe jemi të vendosur që të kontribuojmë dhe të paraqesim qëndrimet tona publikisht lidhur me atë çfarë diskutohet në hallkat e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv lidhur me pushtetin gjyqësor. Prandaj dhe ju falenderojmë sinqerisht për ftesën që na keni bërë në këtë aktivitet. Sigurisht koha është e kufizuar, shoh pjesëmarrës të nderuar të gjitha llojeve në këtë tryezë dhe ndoshta do të evitoja sugjerimet e natyrës konkrete dhe të detajuar, por do doja paraprakisht për kraja nismën tuaj lidhur me një rishikim sistematik të rësor të reformës që duhet bërë në pushtetin gjyqësor. Pra, në 20 vjetë sigurisht që pushteti gjyqësor ka ndryshuar tërësisht, por asnjëherë nuk kemi pasur një reformë të pushtetit gjyqësor i cili të jetë i dokumentuar në mënyrën e duhur dhe të parashikojë elementet e duhur në të gjitha aspektet. Prandaj për ne nuk ka rëndësi momenti se kur ndërmerren nisma për reformimin e pushtetit gjyqësor, nuk ka rëndësi për ne taktikat politike jo politike dhe arsyet pse ndërmerren këto nisma, nuk ka rëndësi forma se si ato bëhen, por për ne ka rëndësi qëllimi i këtyre nismave, vullneti i sinqert në nënmarrjen e këtyre nismave, qartësia dhe largpamësia dhe këtyre nismave. Për ne ka rëndësi që në këto nisma të mbajmë parasysh se ne duhet të fusim në Shqipëri standardet më të mira, por duke patur parasysh me realizëm se kush janë kushtet tona dhe cilat janë ato rrugët e duhura për të arritur në standardet më të mira. Por ne ka rëndësi gjithëpërfshirja në procesin e reformimit të sistemit gjyqësor të gjitha aktorëve përfshirë dhe gjyqtarët, por ne ka rëndësi krijimi i hapësirave të nevojshme nga ana e institucioneve kushtetuese dhe nga të gjithë faktorët e tjerë të shoqërisë, edhe për gjyqtarët që ata të kontribuojnë në këto nisma, pra ku të marrin pjesë ashtu si këta profesorë, edhe akademikët, edhe avokatët, edhe gjyqtarët, edhe prokurorët. Për ne ka rëndësi që të mos harrojmë se si kemi ardhur në këtë pikë ku jemi sot. Mua më kujtuan në këto momente që presidenti Mojsiu në vitin 2006 publikoi një dokument strategjik për reformimin e pushtetit gjyqësor. Fatkeqësisht nuk e përmend njëri dhe
në këtë vendin tonë ku ne nuk harrojmë të referohemi çdo lloj dokumenti të prodhuar nga institucione ndërkombëtare apo lokale të respektuar apo që nuk i njeh njeri, dhe harrojmë fare që kemi dokument strategjik që një president i një vendin tonë mori nismën dhe e bëri publike. Ku unë kam pasur dhe fatin dhe nderin që t'jem një nga kontribusit për hartimin e saj. Më në fund, kohët e fundit qeveria ka publikuar kampanë fletore zyrtare dhe një dokument strategjik lidhur me sistemin e drejtësisë. Unë nuk do doja të mohoj asgjë, duke kujtuar shembullin e dokumentit strategjik të presidentit Mojsiu, do doja që të harmonizohen të gjitha këto kontribute. Të mos mohojmë kontributet e askujt dhe të harmonizojmë dhe të përfshijmë të gjithë në këtë reformë të sistemit drejtësisë. Tani, unë nuk do të doja tyja në detaje, por ma shkas të them që flitet shumë për mungesën e autoritetit të pushtetit gjyqësor në vend. Dhe ky është një realitet. Flitet për shkallën e ullët të besimit të publikut tek sistemi gjyqësor, dhe ky është një realitet. Për të mos folur pasaj edhe për fenomenin e korrupsionit në sistemi gjyqësor. Dhe unë e kam thënë në emër të Unionit Gjyqtarëve dhe në një aktivitet të para disa ditëve, që është e kodë e pa kuptim që ne gjyqtarët apo disa të dalin dhe të flasin për raste të izoluara të fenomeneve korruptive gjyqësore, pasi kjo do të ishte e pabesueshme. Gjyqtarët dhe sistemi gjyqësor është pjesë e realitetit institucional dhe e realitetit social në Shqipëri. Dhe nëse në Shqipëri, edhe në dokumentin e Bashkimit Evropian, të cilit ju i referoheni, bëhet fjalë për një fenomene serioze dhe të parapura gjërësisht në Shqipëri të fenomene korruptive, nuk ka asnjë arsye, fatkeqësisht të them, të jo se e them por realisht nuk ka asnjë arsye që në sistemi gjyqësor ne të pohojmë se jemi para një rasteve të izoluara. Gjithsesi, problemi më i madh është që nga disa struktura që janë absolutisht të domosdoshme për këtë qëllim. Të paktën, nëse nuk i bëjmë disa gjëra, të paktën të mendojmë për fëmijët. Nuk e di, këto ishin në përgjithësi disa momente që unë doja të theksoja lidhur me iniciativën tuaj. Ju falenderojmë për ftesën dhe ju garantojmë juve dhe të gjithë ata që do të ndërmarrin nismën të ardhmen, që kanë të bëjnë me sistemin gjyqësor, se ne do të marrim pjesë aktive dhe do të kontribuojmë me kapacitetet tona profesionale dhe intelektuale. Faleminderit. Faleminderit zotit Vorani për prezencën edhe për fjalët tuaja. Dëshiroj që t'ju kujtoj të gjithë ftuarve që dëshirojnë të marrin fjalën të kenë në konsiderat një kohë të kufizuar jo më shumë se 5 minuta për shkak të kërkesave që ka për të folur. Fjalën do t'ja jap një sipas këtij koncepti nuk është përcaktuese për një shtetës së drejtës arritja e votave për miratimin e ligjeve të rëndësishme sesa produkti që përfitohet nga ky bashkim votash. Realiteti shqiptar sigurisht që ka nevojë për të dyja llojet e demokracive, qoftë për demokracinë kushtetuese ashtu edhe për demokracinë procedurale. Por më problematike unë mendoj që është arritja e demokracisë kushtetuese, me qëllim që ai ligj që të miratohet të ketë mundësisht edhe jetë gjatësi dhe të jetë një ligj që të shërbejë shoqërisë. Do të citoja një rekomandim që bën Bashkimi Evropian në progres raportin për Shqipërinë, dhe me këtë do e nisja diskutimin lidhur me çështjet konkrete që dua të trajtoj. Qeveria bashkë me opozitën kanë përgjegjësinë që në mënyrë transparente dhe në respekt të plot të kushtetutës të gjejnë zgjidhjet e nevojshme në rrugën e vendit drejt integrimit në BE. Atëherë le të fillohet me çështjet që janë më kardinale, të cilat kërkojnë kohën e domosdoshme për të analizuar, pa të cilat nuk mund të përmbushet edhe rekomandimi i BE-s. Së pari, e përmendi pak zoti Vorani, unë shkurt po e kaloj, çështja e imunitetit parlamentar të funksionarëve të lartë të shtetit, nga e cila nuk duket se do të përjashtohen edhe gjyqtarët e lartë. Sigurisht që kufizimi i mandatit të imunitetit të parlamentar do të shpirë domosdoshmërisht në ndryshime kushtetuese. Imuniteti është një çështje tepër e rëndësishme, e cila implikon
statusin e këtyre institucioneve kushtetuese, kërkesën për rritjen e pavarësisë së tyre dhe përforcimin e kapaciteteve institucionale. Së dyti, rënia dakord për kufizimin e imunitetit të deputetit hap domosdoshmërisht lojën për ndryshime në ligjet që kanë lidhje të drejtë për drejtë me të, duke filluar nga Kodi i Procedurës Penale, nga ligji për prokurorin, ligji për gjykatën e lartë, ligji për gjykatën kushtetuese, për organizimin gjyqësor etj. etj. Pikërisht reforma që kërkohet të bëhet nuk duhet bëhet me anime ligjore, por duhet bëhet me amendime të thella që nuk mund të mos prekin dhe ligjet që unë sapo përmenda. Së treti, ometimi që kanë krijuar në praktikën në legjislacionin shqiptar disa vendime të Gjykatës Europiane të Drejtave të Njerëzit dhe në veçanti një pjesë e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese e kanë bërë imediate miratimin e disa ligjeve me shumicë të cilësuar. Dhe këtu bëhet fjalë për një ndëshkim që merr Shqipëria në Strasburg pikërisht për disa ometime që ekzistojnë në ligjet bazë. Konkretisht, unë po përmend disa prej tyre, amendimin në Kodin e Procedurës Penale në lidhje me procedurat e rishikimit të çështjeve në gjykatën e lartë, për cilin Gjykata Europiane e Drejtave të Njerëzit e ka konsideruar shkelje të Konventit Evropiane dhe mbi të cilat ndëshkon Shqipërinë. Plotësimi i disa dispozitave në Kodin Penal që bëhet fjalë për disa vepra penale të cilat Gjykata Kushtetuese i ka shfuqizuar si antikushtetuese për shkak të mos miratimit të tyre me shumicë të cilësuar, por të miratimit të tyre në ligje të thjeshta. Së treti është plotësimi i ligjit për gjykatën kushtetuese në një element për cilin Gjykata Europiane e Drejtave të Njerëzit ka mbajtur një qëndrim të drejtë për drejtë, lidhur me refuzimin e kërkesave që bën kjo gjykatë kur nuk arrihet numri i caktuar i gjyqtarëve. Një tjetër pavarësisht nga vlera, dhe kjo faktikisht nuk është rruga më e mirë që duhet. Pak tek ligji për gjykatën administrative, ndoshta edhe për faktin që miratimi i këtij ligji nuk mund të shtyhet pafundësisht. Nga ana tjetër, në këtë aspekt ka rëndësi të evidentohen disa momente thelbësore që unë kam domethënë të ketë një fluks kaq të madh ndryshimesh, themi që ligji ka nevojë mase për një rishikim total, qoftë për sa i përket në mënyrën së funksionimit të institucionit, qoftë edhe në ligjit në përgjithësi. Pavarësisht nga përpjekjet që janë bërë nga mund të themi nga qeveria deri më tani për ristrukturimin ose një reformim të këtij procesi, mund të përmendim rrëzimin për herë të dytë të gjykatës kushtetuese të së drejtës që ato kërkonin t'i jepnin kryetarit të komitetit shtetëror, duke i dhënë të drejtën për rishikimin e vendimeve të ish komisioneve të mëparshme, dhe kjo është një çështje të cilën mund të themi dhe në një farë mënyrë prek të drejtën e pronësisë dhe atë të sigurimit të pronës.